Studentët e degës elektronikës në Fakultetin e Inxhinierisë pranë korpusit universitar Vitrina zhvillojnë mbrojtjen e temave të diplomimit. Mbas një pune të suksesshme 3 vjeçare, sot korin frutet e punës tyre. Jemi këtu me një ndër studentët më të mirë të kësaj dege. Përshëndetje. Përshëndetje. Të prezantohemi? Jam Dorian Qosa. Dorian, këtë temë kishit zgjedhur? Kam zgjedhur rrjetat ad hoc të lëvizshme. Më udhëheqës këndësor Dr. Fatmir Bashollën. Ku konsistojnë këto? Pse kanë një përdorim kaq të gjerë tani? Zgjodha këtë temë sepse rrjetat wireless në përgjithësi kohët e fundit, vitet e fundit kanë njohur një përhapje shumë të madhe. Dhe këto rrjeta janë një fushë tjetër e rrjetave wireless. Pra, kanë avantazhet e tyre, siç janë, për shembull, mund të aplikohen në çfarëdo lloj vendi, pa pas nevojë për një infrastrukturë fikse. Kështu që ulin dhe kostën e përdorimit të tyre, kanë konsume energjia të ulët, gjë që kërkohet në rrjetat wireless, dhe në përgjithësi në rrjetat dhe në komunikimet radio. Dhe më duk që në fillim temë shumë interesante. Rreth ç'vit janë shfaqur për herën e parë? Rrjetat wireless janë shfaqur rreth viteve 70, më themi, ose dhe më herët. Po janë nga 90-ta unë apo atëre viteve 70 janë shfaqur në Ushtrinë Amerikane, se normalisht çdo teknologji e re vjen nga amerikanët, po në publik janë përhapur rreth viteve 90 më shumë. E cilat janë përparësitë? Përparësitë, po sa çesh në rrjetat ad hoc, është siç tham, janë rrjeta që kërkojnë një konsum energjie të ulët, mund të përdoren në çdo vend. Nuk kërkojnë infrastrukturë fikse, nuk kërkojnë një përpunim të madh me pajisje të shtrenjta dhe të kushtueshme, pra mund të vendosen dhe të aplikohen në çfarëdo lloj vendi. Dhe siç tham, kompanitë dhe bizneset po e aplikojnë çdo ditë më shumë për efekt këtyre faktorëve. Ju keni dorëzuar edhe një projekt në përfundim të vitit shkollor me disa shokë. Po, kemi dorëzuar një projekt, është projektimi dhe asemblimi një kompjuteri me performancë të lartë, bashkëpunuar me Ismet Ahmetaj dhe Glan Çelniku, e kemi dorëzuar pranë sekretarisë, dhe është publikuar dhe ky projekt në YouTube, dhe deri tani kemi marrë goxha klikime. Atëre suksese dhe do t'ju shohim me ndonjë shpikje të re në tashme. Shumë faleminderit, projekte gjithmonë kanë në zbatim. Sukses. Faleminderit.